Për 26 vite me radh, në prill Kuksi hap dyert për ata qindra mijëra qytetarë të Kosovës, të cilët vinë enkas për ta falendëruar për mikpritjen dhe bujarin në pranverën e vitit 1999. Aso kohë gjysmë milioni vet u shpërngulën me dhunë nga trojet e tyre nga forcat paramilitare serbe. Në këtë material kemi përgatitur disa prej rrëfimeve që vinë nga qytetarë të Kosovës, ku kujtojnë rrugtimin e jashtëzakonshëm nga lufta drejt Kuksit. Për 26 vite me radh, në prill, Kuksi hap dyert për qindra mijëra qytetarë të Kosovës, të cilët vinë për të falendëruar për atë bujari e mikpritje në pranverën e vitit 1999. Aso kohë, gjysmë milion vet u shpërngulën me dhunë nga trojet e tyre, si pasojë e spastrimit etnik që ndërmorën forcat paramilitare serbe. Për Ukshin Hasanin nga Mitrovica, Kuksi ishte stre dhe shpëtim, e ndaj e vlerësojnë vendin si Meka e shqiptarëve. Edhe në Kuksi në ortu, kena gjithë se krejt me rabe, me thmije, krejt pa deshën e dothën e pa hungre, pa pije, të vramet masakrume i lam, edhe jemi konë të rënditun krejt. Po mirë, po kur erdhëm këtu e gjetëm në pështimin këtu, edhe për neve kosovorëve, ata që kam prijetue, Meka është për musliman. Ate na, shqiptarët, ne dim si vej shajt e dim Kuksi. Se kemi që aty për herë por, që të në shatë për kena fletë qitë. E për neve Kuksi, për neve është gjithë shka. Ukshini dhe Ferideja janë nga Mitrovica, por edhe se Fermerovci nga Vushtria thonë se kur mbërritën në Kukës nga i rrugëtimi jashtëzakonshëm ishte çlirimi plot për ta dhe familjet e tyre. Se i kujtoj se kur im dolën në Kukës, atje ku ke manina, me na i murën atë nëse pasapurtat na i lëpëm, që dham, a kur im dolën atë në Kukës, veç më ka të kësu qelë diçka kështu adin, krejt që u shlirum na edhe dullëm. Udhëtimi nga Mitrovica ka zgjatur 2 ditë për ata që kanë udhëtuar me automjet te për të tjerë edhe më shumë. Të ka ditë, janë konë autobusat e fundit. Më nuk ka pas autobusa veç në Kalun. Edhe dhe në zhur, jena orë me autobus, pe zhuri, dhe në kofi, jena orë kom. E kom pas ne, bebë djallit vëgël, edhe na i lëpën nëse pasapurtat na thamë nuk kemë, na i kanë marrë shkit, edhe dullëm atë në kofinin e ka përcym, jena artë të sebes, na kanë marrë, na kanë provë dhej në Kuks. Në Kuks, atë tani jena hip në autobus të Shqipëris, nuk e di edhe na shkuar dhe në Tiranë. Autobusit po i fundit të konë, si jënë dalë tjerë të krejta den, e na jena metë ma të fundit, po këllën ata një konë në për rrugë, krejt me traktura, me kështu gatuishin, me hangër bëk në për rrugë, në për krejt. Ana masi na konë me autobus, nuk na kanë nalë dhe këtë në zhërnë. Ferideja ka udhëtuar me autobusin e fundit, ndërsa të tjerët edhe me traktor. Na ma e fështirë s'ka pas, se më ka linë qaj djali idealit, në tonë rrugë ibri më ka linë, edhe me nëzjeku më nëzjerë se policia gjithë dhe hapa me mëshin automatat. Nipi Ferides ka lindur po atë ditë në anë të lumit Tibër. Tregon se sa e vështirë ishte gjendja. Ka pas, po unë po të kalëzoj, nuk konë shumë në zonë se kom pas qatë bebe në vogël, as nuk disha qa po bëhet, apo del kush kënena për Shqipëri, apo del për Shkup, në gjo nuk disha. Ma në fund të mëra vesh edhe veç sa këna mujt, po policia dhe nga shpis teme, në kanë gjume snajperk, mu dhe djallin. A nërë me mje dhe djallit në ka ra që e shtajnë pekt, me në kanë rëkë, dyve në këshme. Bashk me djalin i kanë shpëtuar fatmirësisht plumbave të policisë serbe. Unë isha në shpi, jo më konë të ja hjek litarët, lëve milëshu se pom që mo në rrëthekun të nahon, e vetëm dëpërtova me një dy që kë, ata të dhëtë jënë dhromë. Edhe Sami Gashi, edhe Afrim Beheroni, dhëtë jënë dhromë. Unë e dëpërtova me ikë për tyne. Unë zonën. Edhe tha që e ka për këtu?
Tash kur që jam të lëshulla. Ta nuk jem orë me vralla, po i njerëz. Tash ju ke pas këtë forcën, orënani, edhe më pështetën për... Tani, jo, tha, keni me shku në Shqipëni, s'këtë që ku besu që na bjenë Shqipëni, jo, tha, keni me shku në Shqipëni, hadi hes të reqë, sa në vrallën të lepë, edhe aty mu po ta fat, edhe qëllë një i vojvodinës, një polelc. Shkon, edhe më tha, ecë shko bashkan gjitë edhe më qajtë. Aty tani ju kom bashkan gjitë familjes, edhe mos kemi, jam orë diri, jam orë kuksë. Ukshini ishte bashkë me 2 luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët fatkeqësisht u vranë dhe ranë dëshmor, ndërsa Ukshini është zënë i gjallë, duke mos besuar se do të nisej për në Shqipëri. E vetëm depërtova, me një dy që kë, ata të dy t'jënë vronë, edhe Sami Gashi, edhe Afrim Behrami, dy t'jënë vronë. Unë e depërtova me ikë për tyne. Unë zënëm. Edhe tha qa i ka për këtu? Ta shkur që jam të lëshulla. Ta nuk jem orë me vralla, po i njerëz. Tash ju ke pas këtë forcën, orënani, edhe më pështetën për... Tani, jo, tha, keni me shku në Shqipëni, s'këtë që ku besu që na bjenë Shqipëni, jo, tha, keni me shku në Shqipëni, hadi hes të reqë, sa në vrallën të lepë, edhe aty mu po ta fat, edhe qëllë një i vojvodinës, një polelc. Shkon, edhe më tha, ecë shko bashkan gjitë edhe më qajtë. Aty tani ju kom bashkan gjitë familjes, edhe mos kemi, jam orë diri, jam orë kuksë. Për ata, rikthimin Kosovë pas luftës ka qenë gëzimi dhe arritja më e madhe, ndaj ngjarje të tilla s'duhet të harohen. Feri Deja vjen çdo vit në Kukës në shenjë falënderimi dhe thotë se gjithmonë duhet të përkujtohet kjo ngjarje. A do të kujtosh gjithmonë kjo? Gjithmonë e jetën, edhe djali i vogël më thotë non ti ma ke pështu jetën në beba. Përse Fermerovcin, megjithëse kanë kaluar 26 vite nga ngjarje me përmasa biblike, nuk është ndërtuar as si muze, por sipas tij nuk është vonë asnjëherë që të ndërtohet një i tillë për këtë periudhë të rëndësishme të historisë kombëtare. Duhet me organizu mi pru edhe fëmijët që mos me harrue këtë ditë, mirë për pak po punohet e kanë harru shumë, kanë harru se populli kosovar ka hek shumë. Bilem është pak vonë janë vanue, po ma mirë vonë se kur, o duhet më organizuar me buni muze një objekt përbashkët, më bashku Shqipni e Kosovë, e me ndërtuat objekt, me po gjeneratat e reja që ka hjek populli shqiptar.